Pra natyrisht na jemi të përcjell me shumë vëmendje dhe me shumë shqetësim situatën e krijuar. E para kjo situatë përveç vakumit institucional ndikon në mënyrë drejt për drejt edhe në të drejtat dhe lirit e njerëzit, nga se cënon të gjitha aspektet e jetës së përditshme. Edhe në raport me mungesën e nxjerrjes së ligjeve, të miratimin e ligjeve të reja dhe në raport me marrjen e masave të përshtatshme për me mujt me u përballu me situatat me cilat na aktualisht po ballafaqohemi. Në anën tjetër, cënon edhe të drejtën kushtetuese të qytetarëve që përmes votimit me i zgjedh institucionet dhe me shpreh vullnetin dhe përfaqësimin politik në këto institucione, natyrisht duke pas parasysh edhe mi që përpara krejt qëllimet në drejtim të avancimit, pozitës së qytetarit, mirëqenies së tij dhe përmirësimit të statut të përgjithësi. Në anën tjetër, mungesa e themelimi e formimit të një qeverie të re nga zgjedhjet të cilat kanë përfundu, vendosë interesat e qytetarëve në plan të dytë, sepse aktualisht nuk kemi iniciativa të reja, nuk kemi marrje të masave konkrete për mi u dalë në ndihmë qytetarëve në nevojë, mungojnë shumë aspekte të rëndësishme që e vështirësojnë jetën e qytetarëve. Unë mendoj që zgjidhja është në vullnetin politik të këtyre subjekteve politike që sot janë pjesë e Kuvendit. Nuk e konsideroj problemin ose zgjidhjen në mënyrë në rrugë gjyqësore, sepse natyrisht gjykata do të vendosë në një rrethanës në tjetër, por që kjo blokadë mund të vazhdojë edhe pas një vendimi të gjykatës kushtetuese në këtë rast. Prandaj thirrja ime është që të gjejnë mirëkuptim, të dakordohen dhe të gjejnë zgjidhje duke i dhënë drejtim kësaj çështje, qoftë me konstituim të institucioneve, qoftë me zgjidhje tjera, por cilat nuk lanë këtë status quo, sepse kjo është përveç humbë qytetari, humbin edhe vetë institucionet nga se bie besimi i publikut në këto institucione.